Në linjë me këtë që deklaroi zonja Kusari Lila, më lejoni edhe një herë të kthejnë kujtesë për gjithë ne, për qytetarët e Republikës Kosovës, se si filloi e gjithë kjo sagë ose blokadë e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Fillimisht ishin këto parti politike opozitare të cilat e mohuan verifikimin e mandateve, një diçka që ishte krejt formale dhe ceremoniale në aspektin e konfirmimit të mandateve, të numrit dhe emrave të përveshëm të gjithë secilit prej nesh. E dyta, kryeministin e detyrë, Albin Kurti, ka ftuar në takime konsultative partitë politike shqiptare që e kanë të drejtën e nominimit të nënkryetarëve dhe të kryetarës, në këtë rast të lëvizjes vetëvendosje, me qëllimin e mirë dhe pozitiv që të kemi kuvend të konstituar dhe të futemi në afate kushtetuese për mandatarin në themelimet e qeverisë. Në këtë iniciativë pozitive kishte një subjekt politik i cili refuzoi pjesëmarrjen me arsyetimin se duhet marrëveshje politike. Lëvizja vetëvendosje, këtë rast kryeministri, ka dërguar një ftesë konkrete për lidhjen demokratike të Kosovës në linjë me ata që ata kanë kërkuar marrëveshje politike. Kjo marrëveshje politike nuk u shqyrtu hiç a priori, u refuzua dhe sikurse ftesa për partitë që kanë të drejtë të nominimit të nënkryetarëve nga partitë opozitare, edhe ftesa për marrëveshje politike është refuzuar. Kështu që ne kemi bërë gjitha veprimet e nevojshme, e dobishme të racionalitetit politik në mënyrë që të ecim tutje dhe të Kosovës të japim institucione duke bazuar në vullnetin politik të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Rrjedhimisht edhe një herë po e përsëris këto që ju referu zonja Mimoza Kusari Lila, që deputet duhet t'i thirrën arsyes për shkak se ekziston një akt gjykimi gjykatës kushtetuese në të cilët është e precizuar qartë dhe në formë eksplicite. Deputetët e mandatuar që kanë fituar mandatin kanë detyrim ligjor dhe kushtetues që të marrin pjesë në proces të konstituimit të kuvendit. Edhe pyetja që duhet më ushtruar gjithë secilit prej deputetëve është cili është roli edhe pse vinë ata në një seancë ku nuk marrin pjesë në votim edhe konsumojnë shkelje ligjore dhe kushtetuese. Ne jemi aktiv dhe proaktiv, korrekt edhe kreativ, edhe në funksion kësaj kemi ofruar disa zgjidhje alternativa, tryeza me partitë e shumicës shqiptare që e kanë të drejtën e mandatimit të nënkryetarëve, ftesë konkrete për marrëveshje politike me njërin prej subjekteve politike, edhe në funksion të krejt kësaj kemi çështjen rigjide, bllokuese që dëmton konstituimin e kuvendit, themelimin e qeverisë dhe ofrimin e shërbimit për qytetarët dhe zhvillimin e vendit. Dy pyetje, këtu kemi një dhe dy po. Çështja është që ne nuk hapim kundin e Pandorës për shkak se për çështjet që gjykohen një herë gjykata kushtetuese nuk bën një interpretim të dytë, vetëm se mundet me përsërit në linjën e dytë se cili është veprimi ose cilat janë konsekuencat e mosveprimit. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese është tepër eksplicite në këtë pikë. Ajo mes tjerash, po parafrazoj, se nuk jam i mirë shumë në citime, ka deklaruar që gjithë deputet që kanë fituar mandatin dhe janë deputet të Parlamentit të Republikës Kosovës kanë detyrim ligjor dhe kushtetues pjesëmarrjen në proces të konstituimit të kuvendit. Nuk i detyron ata për që procesi votimit jetë detyrues ta zonë për qeverinë ose për ndonjë proces tjetër. E thash rrjedhimisht kjo çështje se mund të jetë potencialisht objekti trajtimit të gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që do të ishte mirë, sikurse dikush ta adreson këtë rast që të kemi një interpretim të tillë. Ndërsa edhe një herë për çështjen e koalicionit, meqense kolegu ju më adresua dhe mua personalisht për çështjes së PDK-s, po e kam thënë edhe herë të tjera që PDK-ja është treguar më fleksibile edhe më e hapur në kontekst të ofrimit të rreth një tryeze kur diskutohet për daljen nga kriza në këtë situatë, po në anën tjetër është çështje preferenciale, këtë rast e vetëvendosjes kryeministit Kurti se kanë potencialisht të partner, po sipas gjitha gjasave LDK-ja ka një çështje rigjide dhe dëshiron një partneritet vetëm ku është PDK-ja, po jo dhe ku janë partitë e tjera. Jo, mendoj që kjo është çështje nxjerrur nga konteksti. Dhe e para e dyta nuk kam thënë që presidentja mundet me ofru ftesa kote dhe tjetër nuk u di në cilën seancë ju referove, se në seancë nuk ka debat dhe nuk ka diskutim. Kujtimi madje as zona Gërvalla asën nuk kemi. Për seancën e kaluar. Okej. Deklarimet që keni punë në hall, po
është edhe jashtë. Veç për të qenë do të thotë korrekt në prezantim për shkak se në këto raste po ndodhen tani për me qenë edhe tim të bombastik dhe jo të vërtet. Kështu që ju mbetet do të shohim në rast se do të ketë ftesë të tilla apo jo. Unë kam thonë që dini vullnet pozitiv të grupit tonë për të marrë pjesë, edhe është edhe e rëndësishme edhe përmbajtja se çka përmban një ftesë e tillë. Tash nuk duam unë besoj që jam i vetëdijshëm edhe di çka flas, nuk i nevojë që ti me i përtyp çështjet e përgjigjeve të mia. Do thotë nuk kam dilemë, kur të shohim ftesën do të ketë përgjigje adekuate. Edhe ne diçka tjetër në funksion të kësaj, nëse më lejohet, diçka që është e drejtë e lëvizjes vetëvendosje, që e ka fituar me besimin e votës qytetare, edhe me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, ku shprehet prapë në formë eksplicite që kryetari i kuvendit i takon subjektit ose koalicionit i cili deli pari në zgjedhje, këtë rast koalicionit fitues vetëvendosje guxo dhe alternativa, pse këtë drejt dikush me pretendu me përvetësu nga parti tjera opozitare. Diçka që është dhënë e drejt në aspektin ligjor dhe kushtetues, që është legjitimu përmes votës qytetare, kush janë ata që kanë të drejtën që këtë drejtë të qytetarëve dhe gjykatës kushtetuese ta përvetësojnë dhe të marrin të drejtën për me propozu mbrana lloji. E në një logjik të tillë, sikur se e tha edhe Mimoza, atëherë ne do të futeshim në një cikël ku për ne do të ishim të papranueshëm gjithë kandidat e opozitës, këtë rast që vije si propozim nga PDK-ja dhe nga LDK-ja për në kryetar të vendit. Do thotë diçka që është parim, diçka që është e drejtë, diçka që është e fituar me votë qytetare, nuk munden individ e asnjë parti tjetër politike që janë humës të zgjedhjeve me ja përcaktu fituesit se kush do të jetë emri përveç. Ju falënderit. Të jashtë kësaj, një përkuj gjatë tjero veç... U kryo. Jo, merra me gënjesha shpifje. Shpifje, okej.